tek dublimet. Okej. Jepi. Ka nisur sa vite më përpara, shumë vite më përpara. Që kur është hap digital bi, po themi? Mbi 20. Po, mbi 20 vite. Po, hajt rrumbullakosi 20. Okej. Personazhi i parë cili ka qenë? Se mbaj mend. Po si u futet ti në botën e dublimeve? Kush ta dalloi zërin që bën edhe për këtë punë, se edhe kjo është aftësi. Ne kemi qenë një grup të akademisë. Studio Jazz ka qenë sipër ngjitur me akademinë, tani nuk është më. Aty shkuam për të bërë një provë. Qelluam. Po them një detaj. Kur ka ardhur me të drejta filmi i Patokut i Patokut Donald, që ishte Disney. Ata thanë do na sillni 5 zëra për Donaldin. Dhe ne do ju themi kur do e bëj. Kanë kthyer përgjigje, kanë pranuar zërin tim. Okej, dhe aty filloi karriera jote në Jo, kjo ishte shumë mbrapa. Po them një detaj. Ata ishte me të drejta i filmi dhe ata donin të dinin kush do i dubloj këta personazhe. Dhe tha për secilin personazh do më sillni 3 deri në 4 zëra. Dhe ne do i themi ky do e bëj këtë, këtë. Dhe zgjodhën Donaldin. Po. Shumë interesant. Cili ka qenë personazhi më i vështirë që ke dubluar, që ta ka ngrënë shpirtin në kuptimin e plotë të fjalës? Po themi aq i bukur dhe sa i lodhshëm ka qenë Kusko. Megjithatë, po sepse ka qenë një personazh që lëvizte me zërin në çdo moment. Domethënë çdo lëvizje fizike ti duhet ta tregoje përmes zërit. Domethënë ai kur ishte njeri kishte zë tjetër, pastaj kur u kthye në lama kishte zë tjetër. Dhe ka pasur luhatje emocionale si personazh se pas ka qenë bipolar. Po. Ka pas luhatje emocionale si personazh. Sa të lezetshme janë në filmat vizatimor sa. Domethënë fëmia e shef kënaqet me atë. Ai ka pas vujtje të brendshme si personazh. Nga njeriu kthyen lama, peripeci, njërin tjetrin derisa u rikthye prap nuk ishte se. Megjithatë është një personazh shumë i bukur. Dhe ti e ke luajtur shumë mirë. Tjegon ke një personazh preferuar nga këto që ka dubluar Lorenzo? Kuskon. Po e thash në fillim, Kuskon. Po. Edhe Lemuri ka qenë te Madagaskari. Edhe Lemuri, po. Sepse ka qenë impostuar. Moris. Lemuri fillon këndon atë këngët, ëh? I like to move it. Po, e vazhdojmë se unë po kërceja. Vetëm kërcen, ë? Edhe Alvinin e ke bërë ti, ë? Alvin, po. Atë e kam pasur shumë qejf. Edhe Alvin është një personazh shumë i bukur. Domethënë nga ka të treja ata ke trushit, ky ishte më harrakati. Ku e ke gjetur ti më shumë vete nga të gjithë këto role? Kush të duket personazhi më pranë vetes tënde kur e dublon? Më Lorenz kur dublon. Alvin është njëri. Okej. Po edhe Dafi edhe ky Patoku Donald. Sepse u ti ke bërë edhe Rosakun edhe Patokun. Po ti e ke bërë Rosakun? Ashtu çfarë fra? I madh. Sepse ai kur flet ka ashtu thuq. Po. Ka dhe një sikur bështyn. Po. Ai është tmerr i vështirë. Okej. Dhe e bëj gjithë me zërin tim, thon, ama se ti pe bën zërin dhe në kompjuter ta rregullojnë, jo valla, jo. Ashtu nuk funksionon. Jo, duhet ta bësh. Po nuk bën. Duhet ta bësh. Çfarë ndodh me zërin pasi ke përfunduar me një film vizatimor? Siç e shikon. Sa ditë duhen për të qetësuar? Atë kjo kalon në anën profesionale, pasi ti duhet të dish të punosh me regjistrat. Dhe mos dëmtosh fytin. Për shembull, kam një mikeshën time, shoqe aktore, s'dua t'ja përmend emrin. Ka në dublime ka dëmtuar kordat. Dëmtoi kordat. Ti nuk e pasur ndonjë rast të tillë? Fatmirësisht. Fatmirësisht jo. Që kam pas personazhe dhe por dita ruaj zërin. Është e rëndësishme se ka profesionalizmin pasaj. Bugs Bunny ti s'e ke bërë, jo. Bugsin jo. Jo. Bugs Bunny ne ka bërë në mos gaboj Tan Boriçi. Bugs Bunny. Interesante. Ne të dy kanë pas Bugsi me Donaldin, me Dafin. Po një personazh vizatimor që ti e ke pasur shumë qejf doje ta bëje, po s'ta kanë thënë. Diçka që të kanë ngel peng. S'di të them. I kanë bërë të tëra, nga Karagjozi ke seriozi ke të tëra, domethënë nuk më kanë ngelur gjë pa bër. Lorenz, po këto po them dublimet e animeve japoneze apo të DC-s, nuk e di të. Në më që për shembull ky Lupeni ka qenë japonisht fillim. Po, Lupeni po. Nuk kam bërë të Lupeni
Xaxan. Në fillim ka bërë Xaxan ke Lupeni. S'ka lënë gjë pa bërë, mos ka lënë Lupeni gjë ka pa bërë. bërë Nerliçaj. Po, Neri ka qenë Lupeni. Na ka rritur të gjithë. Ja, me këto duar. Me atë zëse. Me atë zë. Se duar tha. Me ato duar ngelet shefi mami të shtëpi. Po ta çoj këtë. Për çfarë sakrifikova, për çfarë mundova, gjithjetër që ti të dalësh në mos mirë. As tashin çikti, ha. Ndjekin ato aty mbajnë gjatë gjithë kohës te kinoteka. Do vazhdosh apo të vazhdoj? Do kujt i bie apo kështu e kemi me kujt i bie 51. Çu kemi nisur sot? Kujt i bie 51? Jo, nuk do vazhdojmë sepse Razilia. Razilia. Do të shkojmë në një hapësirë tjetër muzikore dhe do rikthehemi se nuk të lëm të ikësh kaq kollaj, jo. Ktu jam.